Kryeministri Edi Rama ka ndarë me qytetarët projektet e reja që janë përfshirë në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm për sektorin e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, fusha ku është dhënë edhe pjesa më e madhe e fondeve me një total prej 882 milion eurosh. Dhe pa dashur të lodh me shifra aq më tepër në një ditë shtunë, po ndalem tek lufta me kancerin dhe nevoja për barnat e shtrenjta që kërkon kjo luftë. E pra, për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas. Kryeministri përmes një videomesazhi në rrjetet sociale foli gjithashtu për zhvillimin infrastrukturor të spitaleve të reja në vend, të cilat sipas tij do të jenë të krahasueshme me ato të Bashkimit Evropian, duke theksuar edhe përdorimin e inteligjencës artificiale në shëndetësi. 2026 është edhe viti i hyrjes së inteligjencës artificiale në shërbimin ton shëndetësor. Përmes një kompanie të përbashkët që shteti shqiptar po krijon me një prej ekselencave të inteligjencës artificiale në shëndetësinë europiane, ndërkohë që me financimet e siguruara nga fondet europiane ne do të krijojmë ekosistemin digjital të gatshëm për inteligjencën artificiale, duke hapur shtigjet e reja të diagnostikimit me imazhe, të analizave parashikuese dhe të ndërveprueshmërisë në rang kombëtar të sistemit shëndetësor digjital, në përputhje me agendën digjitale të Bashkimit Evropian. Një tjetër pikë e rëndësishme e projekt buxhetit të vitit të ardhshëm është rritja e pagave në sektorin e shëndetësisë. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë, paga mujore e mjekëve të përgjithshëm pritet të arrijë në 143.500 lekë, ndërsa për mjekët spitalor në 186.000 lekë. Infermierët do të marrin 92.500 lekë në muaj nga 87.000 që është aktualisht.